mia që duke i tërhequr në të kaluarën prokuror, gjykatës edhe të tjerët që ka bo Serbia, sepse kjo është në fundit realitetin në cilën jetojmë na, mas një marrëveshje që është nënshkruar ose është dakordu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Serbia ka vendosur mi tërheq strukturat të gjitha, edhe ato paralele edhe këto që kanë qenë të integruara në vitin 2017, edhe tregon që në fakt Serbia ka pas plan se si me mojt peng Kosovën. Në vazhdimsi, domthon 2026 kjo që kthehet si çështje, e kuptoj unë tentimin për me bo formulimin juridik. Edhe mundemi me vazhdu për brenda tentimit formulimit juridik. Problemi është që edhe sistemi juridik është në funksion të funksionalitetit shtetit, edhe të mirëqenies së qytetarëve, edhe të së drejtës së qytetarëve. Problemi i dytë është ky konflikti që e hapur. Domthonë qëndrimi i ushtruesës detyrës së presidentit është politik me idenë që disa prej tyre kanë pas probleme. Atëherë pse nuk kemi ngritje të taktpadisë ndaj atyre që pas kanë pas probleme? A kuptoni që nuk është lojë me shtetin kjo? Nëse dikush, emri caktuar, i një prokurori, gjykatësi, polici, qytetari, të rëndëm, ka punu kundër interesit shtetit, dhe presidentja ushtruesja e detyrës ish ministre e drejtësisë, po e di që pas ka ndodhur një vepër e tillë, atëherë para se me marrë vendimin do të më ngrit aktpadia. Fakt dyshime kanë pasur që kanë punuar në zonë paralele. Po nuk marr kryes, më thon ku marr vendim. Më fal, vetëm mos dalin pe kontekstit, lutna, do të thosh ashtu tha, që mësh me kthyer një herë. Më fal. Edhe nëse thu kompos dyshime, po vendimi është bazuar mbi ato dyshime për mi liru prej detyrës, domethënë është dyshim i bazuar. Ajo tha, më falë ndërrum, po ajo tha kanë dhënë vetërheqje. Tash do mos bëjna politik, por realiteti që kjo është kanë dhënë vetërheqje vëlla. Por ato e kena ditë para 4 vjetë. Po tash nuk është çështje ekskluzive të këshillit gjyqësor dhe këshillit prokurorit. Po mirë, çështja nuk është e tyre. Nëse ato janë pushtetin domo, mirë, po pse e bëri kjo kërkesën pra? Pikërisht, por ti nuk mundesh më thonë që para 4 viteve nuk ka qenë sinkron. Kompetencë ekskluzive është e këshillit prokurorit. Po mirë, pse se bëni në gjë duke për mi filluar. Do thotë sinkroni, në fakt problemi është shumë i thellë me qëndrimin e këtij zëvendës kryeministit, kryesuesit të këshillit, sepse kur thotë që na e konsiderojmë qëndrimin e presidentës si koordinim, në bazë të cilit na marrim vendimin për me marrë një vendim. Këtu nuk ka vija etnike mo këtu. Këtu ka një futje të durve të politikës shumë thellë në këshillin prokurorial. Se e tha, nuk ka funksionuar të kaluarën, po funksionon sot. Do me thonë, ne kemi të bëjmë këtu me një farë tentimi që këshilli prokurorial është i përgjigjet urdhrave politik të lëvizjes vetvendosje në këtë moment. Dhe ky është problemi thelbësor. Nuk është problemi